Sa herë vendosëm të bëjmë një udhëtim ndryshe, drejt një qyteti që s'na e kishte thënë askush që ishte kaq i bukur. Ora shënon 8 dhe është ditë e shtunë. Piknisja jon ishte nga terminali lindor që ndodhet në Teg. Nuk ishte ky plani, po udhtojmë me autobus drejt Ohrit, për shkak se pata një incident të vogël me këmbën dhe nuk mund ta ngas makinën, kështu që kisha dy zgjidhje, ose të anulloja udhtimin drejt Maqedonisë së Veriut, ose të zgjidhja një udhtim, një transport alternativ që ishte agjencia Nela Travel, të cilën e rezervova përmes internetit. Jemi rrugës për në Ohër dhe autobusi është i mbushur plot me turistë të huaj. E donim si aventurë familjare dhe ky udhtim na dha më shumë se aq. Autobusi ishte komod me ajër të kondicionuar, ndalesa të rregullta dhe një ndjesi qetësie që shpesh nuk e ke në udhtimet me makinë. E shijuam shumë këtë aventurë e u futëm menjëherë në ritmin e udhtimit. Ndërsa unë pata kohë të shihja peizazhin dhe si rrallëherë të mos i kisha duart mbi timon. Koha kaloi shumë shpejt. Në krah ishte ulur një zonjë italiane me të cilën këmbeva disa fjalë. Vinte për herë të parë në vendin tonë dhe vërtet ishte kënaqur. Duke folur pak për të shkuarën tonë dhe pak për historinë e tyre, e gjetëm veten në doganën e qafthanës. Ndërkohë që presim të na vulosen pasaportat, këtu jam me një grup të huajsh, por nuk e di nëse jeni kurioz që ta zbulojmë se nga kanë ardhur. Hello guys. Hello. We want passport. So, I will start with the first lady. Where are you from? From Italy, from Trento, in the northern part of Italy. And it's your first time here Yes, in it's the Albania? first time in Okay. Albania. It's fine. I like it very much. We're from the Netherlands, the north, Groningen. And why did you decide to visit Albania, even Ohrid in North Macedonia? Because we wanted some Balkan experience. Okay, thank you. And here is an Italian lady. Yes. Hello. Hello. I come from. For you, I think it's your second time. Yes, right? second time. Yes, I love this place. From Romania, but I also study in the From Netherlands. Romania. Yes. Which place? Transylvania, Cluj-Napoca. Okay, first time here? Yeah, first time in this part of the Okay. Balkans. Yes. Did you enjoy it? Yes, it was like being at home. Maybe you come back? Oh, definitely, I will come back. Okay, thank you. Yes. Nice trip. Hello, hi. Hey, Your name and your... Amado. I'm from the Czech Republic. Okay. Mostly. I'm also with my friends visiting, but I'm from the US. I'm from Indiana. Ah, from US. Yeah. Okay. Yeah, but I also study in Groningen. I'm half Scottish, half from New Zealand, born in Hong Kong, Ah, studying in the Hong Kong. Netherlands. Wow. Okay. And it's your first time that you visit Balkan? Yes, it is. Do you suggest to your friends when you come back? Oh yeah, I'm gonna bring my mum back. Okay. Yes. And what did you like most? The food, I think. The food. Yes. What kind of food? Everything, especially the cheese, and also I had a really nice kebab. Jo më shumë se 25 minuta dhe ja ku mbritëm në Ohër. Këtu ndahemi me turistët e huaj, por edhe me autobusin, të cilin do ta marrim përsëri nesër. Këtu përfitoj nga rasti t'ju informoj se kjo linjë niset çdo ditë nga Tirana në orën 8 dhe kthehet nga Ohri në orën 17 ose 5 pasdite. Dhe bileta për person kushton rreth 18 euro, por mund ta rezervoni biletën edhe online siç vepruam dhe ne, nëse futeni në Flixbus dhe zgjidhni destinacionin dhe orarin që ju përshtatet. Ohri të përshëndet me një paqe që ndjehet që në hapin e parë. Njerëz të qeshur, rrugica që të ftojnë të ecësh ngadalë dhe ajër që të mbush me frymë. Të them të drejtën, nuk e prisja kaq të bukur. Po kërkojmë hotelin dhe jemi shumë afër. Më duket se e gjetëm.
Tashmë është koha për të ushqyer dhe nisemi drejt zonës më të njohur për restorante. Old Town në Ohër është një nga pjesët më të bukura historikisht dhe të pasura të qytetit. Është një labirint rrugicash me kaldrëm, shtëpi të vjetra otomane dhe balkone prej druri që qëndrojnë pezull mbi rrugët e ngushta dhe një atmosferë që të kthen pas në kohë. Old Town shtrihet buz liçenit të Ohrit dhe ngrihet drejt kalas së Samuilit. Nga çdo kënd ofron pamje panoramike të liçenit dhe maleve përreth. Shtëpitë janë zakonisht 2 deri në 3 kate, me mure të bardha dhe detaje druri të errët. Dritaret e mëdha që ofrojnë një pamje të gjerë drejt liçenit ishin një luks për atë kohë. Shumë prej ndërtesave janë shpallur monument kulture. Rrugicat janë të mbushura me kafene të vogla, galeri arti, dyqane e suvenire, punime artizanale dhe librari të vogla. Ne vendosëm të provojmë restorant Kaneo, një nga më të njohurit dhe piktoreskët në qytet, i ndodhur buz liçenit. Zgjodhëm të provojmë kuzhinën tradicionale maqedonase me peshk të freskët të liçenit si korani dhe belushka, që janë specialiteti shtëpisë. Jo dhe aq keq ushqimi këtu, dhe për të gjitha këto, paguam 7.455 denar, që ishin rreth 80 euro. Sigurisht që në Ohër mund të paguani edhe me monedhën evropiane. Mendoj se kemi marrë mjaftueshëm energji dhe kemi ngrënë shumë dhe duhet tretur ushqimi. Do të ngjitemi në maj të Kodrës, ku do t'ju tregoj një pamje shumë të bukur. E dini si ndodh ndonjëherë, sheh një video në Instagram ose TikTok dhe mendon, s'është si në foto, e po kjo që do shihni tani është krejt e kundërta. Në realitet është edhe më e bukur. Pas shpinës time është një nga destinacionet ose një nga pikat më të rëndësishme të qytetit të Ohrit. Nuk mund të lej pa marrë me vete edhe një fotografi me ikonën e qytetit të Ohrit, që është kisha e Shën Jovan Kaneos ose është kisha e Shën Gjonit të lagjes Kaneo. Është një kishë e stilit bizantin, e ndërtuar në shekullin e 13, mendohet se është ndërtuar rreth viteve 1280. Është një kishë që ka si karakteristik kupolën e saj në formë trekëndshi, e ndërtuar me tulla dhe me gur. Në brendësitë e saj ruhen ende afreske të asaj periudhe. Përballë kësaj kishe është edhe një nga fshatrat më piktoresk të Shqipërisë, që është Lini në Pogradec. Rruga drejt kalas së Ohrit është një nga shëtitjet më të bukura dhe më magjepse në qytet, përmes shtigjeve të ngushta të rrethuara nga pishat e larta, që krijojnë hije të këndshme dhe një aromë të freskët malore. Duke ndjekur hapat e breshkës, përballë na shfaqet një pamje madhështore. Kalaja e Car Samuilit, një sundimtar i perandorisë së parë bullgare në fund të shekullit të 10, i cili e bëri Ohrin kryeqytet të perandorisë së tij për një periudhë kohe. Kalaja është ndërtuar në një kodër të lartë që ofron pamje panoramike mbi qytetin e vjetër të Ohrit dhe liçenit. Muret e saj të trasha prej guri dhe kullat mbrojtëse janë ruajtur mjaft mirë, dhe sot ajo është një nga atraksionet më të vizituara të qytetit. Vizitorët mund të ecin përgjatë mureve dhe të ndihen si pjesë e një historie mijëvjeçare. Kalaja ka rreth 18 kulla mbrojtëse. Muret arrin deri në 16 metra lartësi dhe shtrihen për më shumë se 3 kilometra. Struktura e saj prej guri dhe tulla është ruajtur mjaft mirë dhe vizitorët kanë mundësi në një pamje 360 gradë. Është një nga monumentet historike më të rëndësishme në Maqedoninë e Veriut dhe një pikë ideale për eksplorim dhe fotografi. Mendova se mund të shikoja Ohrin në pak orë, pra 2-3 orë, një kafe në zonën më të njohur të qytetit edhe kaq. Por në fakt, e vërteta thotë që keni shumë gjëra për të parë edhe do të mbeteni të mahnitur sigurisht. Më pas në të zbritur të qytetit, na shfaqet një nga monumentet më të rëndësishme antike në Maqedoninë e Veriut, Amfiteatri i Ohrit. Sipas legjendave, pas pushtimit romak, u mbulua nga vetë banorët e Ohrit me dhe, për shkak se konsiderojnë atë kohë si një mallkim, sepse këtu luftonin gladiatorët deri në gjakderdhje apo në vetë flijim. Qëndroi për mira vite i mbuluar, vetëm rreth viteve 1935-1980, kur
për rreth kësaj zone ose për rreth teatrit filluan të ndërtoheshin shtëpitë e para, u zbulua rastësisht një gur që mbante një mbishkrim grek. Gur i cili nxiti edhe arkeologët që të gërmonin dhe të zbulonin teatrin e ditëve të sotshme. Duket sikur të gjitha bukuritë e këtij qyteti qëndrojnë shumë pranë njëra tjetrës. Pasi pak metra më tutje është një tjetër kishë e bukur. Kisha e Shënmërisë Perivlepta në Ohër është një nga kishat më të rëndësishme dhe më të bukura të periudhës bizantine në Ballkan. Ndërsa kjo është një nga perlat e arkitekturës së qytetit. Kisha e Shën Sofisë, e ndërtuar rreth shekullit të 11, por gjatë perandorisë osmane, kisha u kthye në xhami dhe shumë afreske u mbuluan për të zbuluar dhe restauruar më vonë. Kjo ishte e gjitha sa i takon ditës së parë. Ndaj, nëse vendosni të shkoni në Ohër, mund ta vizitoni edhe brenda ditës, por ne zgjodhëm ta shijojmë ndryshe, me që ishte hera e dytë që e vizitojmë këtë qytet. Mëngjesi kishte vetëm një fjalë, qetësi olimpike. Dhe tani është ora për të ngrënë mëngjesin. Room number 303. 303. Okay. Thank you. Thank you. Albania. Fol shqip, më. Shumë mirë. Se s'fol shqip. Diktova më një Shqipëri. Okej. Je i Ohrit? Jam shqiptar. Shumë mirë. Dhe unë realisht kënaqem kur vizitoj një vend dhe më flasin shqip. Bledi e kishte emrin për djalin dhe ishte shumë florit. Pas mëngjesit, një shëtitje buzliqenit në Ohër të qetëson shpirtin dhe të freskon mendjen. Rruga ndjek vijën e bukur të liçenit ku uji i kristalt pasqyron dritën e diellit dhe krijon një atmosferë të qetë dhe romantike. Ndërsa ecën, ndjen aromën e lagështisë dhe dëgjon zërin e butë të valve që përplasen lehtë mbi breg. Dje nuk mundëm të vizitojmë të gjitha vendet turistike. Ndaj, sot ndalesën e parë e bëm tek kisha e Shën Klementit në Ohër, e njohur gjithashtu si kisha e Shën Pantelejmonit, një nga monumentet më të rëndësishme historike dhe shpirtërore në Maqedoninë e Veriut, e vendosur në kodrën e bukur të Plaoshtnikut, me pamje nga liçeni i Ohrit. U ndërtua fillimisht në shekullin e 9 nga vetë Shën Klementi i Ohrit. Kjo kish konsiderohet si një nga qendrat më të hershme të kulturës slave dhe një vatër e rëndësishme e alfabetit cirilik. Ndërsa tani, bëhuni gati për një tjetër eksperiencë. Një xhiro me vark në liçenin e Ohrit është një përvojë magjike që të ofron një perspektivë krejtësisht ndryshe të qytetit dhe të natyrës përreth. Ndërsa varka lundron butësisht mbi sipërfaqen e qetë të ujit, ndjen flladin e freskët që përkëdhel fytyrat dhe dëgjon zhurmën ritmike të valve që hapen përpara. Nga larg, qyteti duket si një ansambël i bukur me shtëpi të bardha dhe çati të kuqe që ngjiten drejt kodrave. Vojo, një burr rreth të 70-tave, na sugjeroi të kalonim edhe pranë rezidencës presidenciale, e vendosur mbi një kodër të gjelbër me pamje panoramike drejt liçenit. Sigurisht, duke dyfishuar edhe çmimin nga 20 në 40 euro. Nuk është se më zuri turpi të bëj tratativa për një ulje çmimi, por si përfundim fitoi ai. Me Vojon jemi duke shkuar tek ish rezidenca e Titos dhe sot rezidenca e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Rezidenca duket madhështore dhe izoluar si një stre e qetë mes gjelbërimit dhe historisë. E ndërtuar me një stil të thjesht por elegant, ajo reflekton një prani të rëndësishme dhe simbolike për shtetin Maqedonas. Në përfundim të xhiros me vark, Vojo na sugjeroi restorant Dalga. Vojo më zbuloi një detaj, më tha që i gjithë peshku që konsumohet në restorantet e Ohrit vjen nga Shqipëria, pra sepse ka më shumë peshk në Pogradec se sa në Ohër, për shkak se në Pogradec nuk ka shumë varka që qarkullojnë me motor dhe nuk bëjnë zhurmë. Take Vojo, nemat logu ribi. Me Albania.
Sve Albania. Vlogu Skop si iti? Neve, s'ka. Vojo, Faleminderit shumë. faleminderit dhe ty. Miru pafshim. Nuk humbasim kohë dhe shkojmë se na ikën autobusi. Sigurisht që porositëm peshk, gatimi këtu ishte pak më i mirë se tek restoranti ku drekuam dje, por ishte pak më i shtrenjtë. Kamarieri tha se nuk e printoi dot faturën dhe paguam diku tek 90 euro. Tashmë ora po vjen për t'u larguar nga Ohri dhe ne po presim autobusin që niset në orën 5. Ti bëj ca pyetje shoferit që është Flori. Me linjën e Ohrit punon apo bën edhe linja tjera? Shkojmë edhe në linjën e Sofjes, që shkojmë zakonisht një herë, dy herë në javë që i bie që shkoj edhe unë, edhe me grupe turistike pastaj. Okej, ta marrim me radhë. Ohrin e bëni çdo ditë nga Tirana? Tirana është nisja në orën 8 të mëngjesit, edhe nga kthimi nga Ohri bëhet në orën 5 bëhet nisja. Ka turist, vinë dhe tuaj, pashtë dje do më thënë, edhe sot është autobusi tuaj se komplet me tuaj. Më shumë tuaj vinë se sa shqiptarë do më thënë. Ja vlen Ohri si destinacion, do ja sugjeroje shokëve ose shqiptarëve? Po, shumë. Është i bukur? I bukur, është vend turistik, është njerëz, ka pastër, çdo gjë duket mirë. Linjën e Sofjes sa herë në javë bëni? 3 në javë. Të marr kur të enjte dhe të dielën bëhet nisja nga Tirana. A është punë e bukur të punosh me po, turist? shumë e bukur. Shumë punë e bukur është. Të jepet dhe mundësia që të vizitosh shumë vende? Vizitosh edhe shumë vende, edhe shikon shumë gjëra dhe kupton. A është e lotshme? Ja, shkon edhe pushon atje. Po një rrugë edhe ri atje 4 orë, 5 orë. Bovag edhe një ditë mund të rish në një vend. Cila është pjesa më e bezditshme e kësaj pune? Dogana? Dogana, zakonisht doganat janë. Dogana dhe trafiku. Ky ishte edhe udhëtimi jonë 2 ditor në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Siç po e shikoni, po udhtojmë dhe do të themi me autobus, një eksperiencë shumë e bukur mund të them, edhe shumë komode, shumë e rehatshme. Më bën të mendoj që ose të konsideroj edhe udhëtime të tjera me autobus. Shihemi në videon e radhës, mos harroni të bëni subscribe dhe të na sugjeroni një destinacion për videon e ardhshme.